Çështja që kemi thonë, unë kom thonë edhe para 4 vjetë që fiton pa balotazh Ramizi kur ka qenë kandidati jonë. Kemi mujt me fitu pa balotazh. As atëherë. Kom besu që këtë herë ka me fitu pa balotazh Petrit Hajdari, ka humb pa balotazh. Vetëvendosja ka met në 1000 vota, Ndrena si ka pas 4000 plus bashkë me një iniciativë shtetare që këtë herë ka ngaru bashkë. Ai numri votave nuk ka shku te Petrit Hajdari. Po besoj që është zoti Ladrovçi, të nderuar përfaqësues të medjave, pas mbledhjes së kryesis Partisë Demokratike të Kosovës, e kam ftuar këtë konferencë që të flasim në lidhje me procesin që sapo përfundoi. Të dielën Kosova foli dhe mesazhi qytetarëve ishte i qartë. PDK është modeli më i mirë i qeverisjes lokale në Kosovë. Këto ishin zgjedhjet e dyta lokale me radhë, në të cilat Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese, duke marrë besimin qytetar dhe numrin më të madh të asamblezëve, ndërsa kësaj radhe edhe votën popullore. Kjo është një fitore e qytetarëve, e përgjegjësisë dhe punës konkrete që PDK ka dëshmuar me kandidatët e saj anë mban Kosovës e veçanërisht në komunat ku kemi qeverisë. Të dielën kemi marrë mbi 180.000 vota si parti dhe jemi partia e vetme me rritje të votës popullore në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Por kemi edhe mbi 200.000 vota për kandidatët tanë për kryetar, që vërtet tregon për mbështetjen e madhe të qytetarëve të Kosovës për kandidatët tonë gjithandej vendit. Siç e dini tashmë në 3 komuna, në Ferizaj, në Skenderaj dhe në Han të Lezit, kemi fituar pa balotazh qartë të pindshëm, ndërkaq në 6 të tjera, në Prizren, Mitrovic, Vushtrri, Kaçanik, Klin dhe Dragash garojmë për fitoren në raundin e dytë. Po ashtu edhe në Prishtinë, pas më shumë se 2 dekadave, jemi kthyer në një forcë kryesore politike. Kemi marrë rreth 29.000 vota për kandidatin tonë për kryetar, mbi 10.000 më shumë se para 4 vitesh, ndërsa kemi dalë forca e dytë më e madhe politike në një garë të paparabartë kundër kandidatëve të nivelit qendror dhe të nivelit lokal. Kjo pra është një fitore që dëshmon rritje, organizim dhe besim, dhe tani ne do të përqendrohemi tek balotazhet. Ta përfundojmë punën me dinitet dhe me fitore në 6 komunat ku garojmë. Dhe unë jam i bindur që me vendosmërinë e treguar deri më tash dhe punën që na pret do të dalim fitimtar. Të nderuar gazetar, asnjëra parti politike në këtë proces e asnjë si PDK nuk e arritëm objektivat e plota në këtë garë zgjedhore. Natyrisht, na la një shije të hidhur humbja në Drenas. Ishte përsëritje e situatës së para 4 viteve, kur elektorati ynë u nda në 2 tabore, por këtë herë kundër kandidati i PDK-s e mori besimin e qytetarëve. Kryetari i zgjedhur ja uroi fitoren dhe shpresoj se do të punoj në të mirën e qytetarëve të komunës. Më vjen keq që edhe në këtë garë lokale qytetarët e Drenasit u vendosën në një pozitë të vështirë nga konfuzioni fushatës së kandidatëve, por besoj shumë që lojaliteti, besimi, mbështetja e përhershme për Partinë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet nacionale do të vazhdojë. Të nderuar gazetar, ky rezultat dhe këto fitore janë merita të çdo kandidati, çdo dege, çdo aktivisti, çdo zyrtari, çdo anëtari të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë punuar me nder, besim e energji të jashtëzakonshme. Kjo është fitore përbashkët e familjes sonë politike dhe është dëshmi e qëndrueshmërisë e besimit dhe vlerave tona. Në fund, dua të shpreh dedikimin tim të sinqert për themeluesit e PDK-s, për ish-kryetarët tonë Hashim Thaqin e Kadri Veselit, të cilët padrejtisht ende po mbahen Hag, sepse ata janë pjesë e frymës fitore sonë, dhe me këtë rast ftoj bashkëqytetarët tonë dhe shqiptarët kudo që janë, që të marrin pjesë në protestën në mbështetje të çlirimtarëve dhe kërkesën për drejtësi që mbahet pas nesër në Tiranë. Faleminderit të gjithë atyre që kanë votuar dhe që na kanë bosuar, dhe me besimin për sukses për gjithë kandidatët tonë në raundin e dytë të fitores së madhe, unë i siguroj gjithë anëtarët tonë se do të bëjmë maksimumin për të qenë Partia Demokratike e Kosovës përsëri edhe në balotazh fituese. Urdhrani.
nderuar se kam zgjuar këtë konceptikon. E përmendët një shihet studë që o vazhdon të renonse, I kam dy pyetje për këtë raport. E para, a konsideroni se ka qenë gabim kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e ka rikandidu zotin Ladrovci për Drenas, duke qenë se llaj fitoi. Edhe e dyta ka paralajmëruar zotrin Ladrovci që sot në 6:30 ka më shku në zyret e PDK-s. A e mirë pritni, qysh është marrëdhënia juaj dhe me tash? E para, vendimet që I merr një parti politike bazohen në statut, në rregulla të cilat secila parti I miraton për veti. Dhe ne kemi marrë vendime të tilla për secilin kandidat. Nuk kemi fituar gjithkund, kështu që pyetja e njëjtë mundet më ushtru për çdo komunë ku ne s'kemi fituar. Unë besoj që rëndësishëm është rezultati final, dhe në rezultatin final del që Partia Demokratike e Kosovës aktualisht prin, sepse vota për asamblet ka përfundu, ne jemi të parët dhe për mua është shumë e rëndësishme kjo, sidomos në kontekstin aktual politik kur presim që të kemi zgjedhje parlamentare sipas gjitha gjasave para vitit ri. Kjo e para, e dyta. Me sa kom kuptu, zoti Ladrovci do të kthehet të zyret që ka qenë më herët, po zyret e Partisë Demokratike të Kosovës janë aty ku është kryesia legjitime e saj. Unë mendoj që gara atje ka përfundu, fokusi jonë është në balotazh, normalisht që do ta trajtojmë si situatë pasi që të përfundon ky proces zgjedhor, sepse në fundit për gjithë neve më e rëndësishme është qytetari I Drenasit se sa individët apo ambicet të kujt do qofshin. Urdhër. Po më nejtë mos përzina më mirë, urdhër. Grazie që po përmend Drenasin, do të thonë një pyetje para prakë, po më intereson ti juve, a bëni përgjithësi për një humbur e bastionit, siç ka qenë Drenasi, edhe pyetja e dytë ka të bëjë me balotazhin në Prishtinë. Kemi vendosur se partia juaj ka një mbështetje. Unë jam kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës, unë udhëheqi Partinë Demokratike të Kosovës edhe në fitore, edhe në rezultate, edhe aty ku nuk I realizojmë parashikime dhe objektiva. Po kjo pyetje mundet më bë ta nxomë edhe për po them për shtime, ku kom pas shumë besim që kemi hyrë në balotazh. Nuk ka ndodhur ashtu. Po du me thonë, unë juve ju kuptoj që të më thonë Drenasit për jep një rëndësi tepër të madhe, ka arsye për mua shumë I rëndësishëm, ashtu që është secila votë, secila komunë. Para 4 vite që kemi humbë shtimën për herë të parë, ka qenë e dhimbshme dorën zemër. Por, këtë herë nuk mujtë me rikthy. Ama në Drenas ka tjetër situatë, para 4 vite që kemi pas identike situatën, vetëm rolet kanë qenë ndryshme. Kemi fitu si PDK, ka pas atje nivelin lokal mes dy, si me thonë, grupeve që janë nda, garë, ka pas opozitarizëm, ka pas gjitha, kam arrit me I bo bashkë në zgjedhjet nacionale dhe me pas një rezultat jashtëzakonshëm. Unë kam mirë kuptim për kontekstin lokal, është dega rëndësishme, por niveli nacional është për te jasaj. Për sa I përket balotazheve, unë ende nuk kam diskutuar me degët tona, me kandidatët tonë. Mendoj që do të analizojmë shumë mirë situatën, jo vetëm Prishtinë, gjithkund tjetër. Padyshim tash, ne mund të themi çka dojmë, por kemi nevojë ne për me na mbështet tjerë në komunat ku garojmë, edhe tjerë nuk kanë pas nevojë për mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, por gjitha ndomas, me respektin absolut për çdo komunë, pavarësisht sa e madhe sa e vogël, kryeshteti është temë në vetvete, e cila do të merrë dhe trajtimin, besoj, meritor, në kohën e duhur, I takon Nuran Ismailit, si kryetar I degës, si kandidat, si njeriu që ka arrit me rrit Partinë Demokratike të Kosovës. Normalisht, unë besoj shumë që Urani ka qenë larg kandidati më I mirë, edhe më I duhur për Prishtinën. Për pak nuk ka arrit suksesin që tjetë në balotazh, për çka do t'isha I bindur që do të fitonte. Jemi në situatë tjetër cilën para zgjedhjes, ashtu sikur dhe në rastet e komunave tjera, I takon Uranit që ta thot fjalën e tij e pastaj ta marrim vendimin bashkë. Dy pyetje e para, a keni negociata me vetëvendosin për koalicion në ndonjërin komunë? Edhe tjetra është, a jeni pishman që keni thënë që PDK-ja e fiton Drenasin me këto edhe me datën bazë? E para punës, për sa I përket me vetëvendosin, unë kur farë komunikimi s'kam. Dhe nëse ka pas në kush konsistencë, kemi pas ne, komunikimin politik, pyeteni unë kur ka qenë nevoja me zhblloku vendin, I kom taku gjithë
e kam takuar dhe zotin Kurti, pa i s'ka qenë interesuar siç duket. E dyta, për sa i përket Drenasit, edhe as përgjigjen time, qytetarët e Drenasit kanë vendos, atyne ju ka taku, unë normalisht dhe secili duhet ta respektojnë dhe ta vlerësojnë këtë vendim. Çështja që kemi thonë, unë kam thonë edhe para 4 vjetë që fiton pa ballotazh Ramizi kur ka qenë kandidati jonë, s'kemi mujt me fitu pa ballotazh, as atëherë. Kom besu që këtë herë ka me fitu pa ballotazh Petrit Hajdari, ka humb pa ballotazh, do thotë në garë politike, ndonjëherë mund t'i themi ato të cilat mund t'i shohim si mundësi bazu në sondazhe, bazu në disponime, bazu në tjera, po në fund ndodhe kjo, shikoni, vota e PDG-s është ndonë dysh. Edhe soj përket kishte vetëm vota PDG-s, ne sot s'kishim me pas fitus, kishim me pas balotazh. Po pastaj transferi votës partive të tjera, e vetëvendosjes në mënyrë të veçantë ka dhënë këtë rezultat. Tash kjo e legjitime. Secili kryetar kish me pas dëshirë me marr votat e gjithëve edhe me kry punën pa balotazh. Gara është fair, demokratike, unë jam i lumtur që ka kalu përkundër pritjeve të dashakëqinjve jashtë PDG-s padyshim që ka me pas incidente, kam qenë i bindur që qytetarët e Drenasit kur një gjatë tillë nuk e lejojnë, hecim tutje. Atë një shari të Vëdëgazini, me lëvizjeve të vendosje jeni në garë në komuna si Mitrovica, Bushtria edhe Kaçaniku, ndërkohë me... Edhe Prizreni. Edhe Prizreni. Edhe ndërkohë vendosja është në garë si Prishtinë edhe në Kosovë me LDK-n, ku në dy rastet keni rëlju e përmendet që mund të ketë raste ku ju duhet mbështetja ju i diku, mbështetja e të tjerëve për ju diku tjetër. A mund të ketë një marrëveshje ku bëhen gjitha kalkulimet edhe dem? Nuk muj me paragjyku sot e thash, është çështje që sot në ndërën e kryecisë vetëm e kemi prekur shkarazi, mendoj që do ta diskutojmë më vonë, pasi që të marr mendimet e kryetarëve të degëve përkatëse, ku kemi nevojë me na ndihmu, edhe ku tjerët mundën me pas kërkesë me ju ndihmu ne. Dhe me Gallopeni Radio Tukagini, në mbledhjet të kryesisë, a e diskutuat edhe çështjen e nivelit nacional aktualisht në të cilën gjendet të Kosova, duke pasur parasysh që zoti Kurti ka thënë se gjatë kësaj jave do të fillojnë diskutimet për arritjen e një koalicioni qeverisës. A pret PDK ndonjë ftesë nga lëvizja vetëvendosje, ose a është kontaktuar ndonjë deputet i PDK-s nga vetëvendosje, pasi edhe kjo formë është njëra nga opsionet e mundshme të krijuar shumicën parlamentare dhe kur e thëni se para vitit të ri mund të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme proceduralisht, cila është mundësia me shpërndarje të vendit apo si e shihni? Padyshim se e kemi diskutuar, kryesia e partisë diskuton çështjet e rëndësishme dhe tashmë zoti Kurti ka pranuar mandatin nga presidentja, i ka edhe 11 ditë për me provu me bë qeverinë. Unë jam i bindur se kam qenë gjithmonë që nuk ka numra dhe kjo pastaj ezaurimi i provës së parë e sjell tentimin për provën e dytë, kushdo që mund të ketë shumicë, po nuk duket që ka kushdo tjetër shumicë, dhe kjo pastaj më lën me besu që afatet kushtetuese janë të tilla që mund të përfundojmë në zgjedhje diku mes 30 nëntorit edhe 14 dhjetorit, ndoshta me 7 dhjetor. Kjo është matematika e thjeshtë, si më thonë, e procedurës para nesh. Tani, nëse na befason zoti Kurti që nuk kam ndonjë farë besimi që mund ta bëj një gjë të tillë, e bën qeverinë për disa muaj, mesim me shkun zgjedhje në prill. Po unë besoj që është e kot, çfarë do qeverie tash, e cila do të kishte një jetë shkurtër dhe do të kishte mundësi që të sillte në ndonjë dobi, mendoj që është e domosdoshme, e rëndësishme dhe e dobishme që të shkohet në zgjedhje sa më parë. E prej këtij momenti ku po shoh zgjedhjet, mekanizmi që na çon zgjedhje është dështimi i krijimit të qeverisë. Nëse po do të lidh me dy çështje që i përmendet, e para me porrim të qeveria qendrore, apo gjasa që me mbështet një qeveri me një marrëveshje që veç me u votu buxheti edhe me u shpërbo kuvendi edhe me shku në zgjedhje të reja, edhe e dyta për thatë që Vllazrovci në Drenas ka pas mbështetje edhe nga vetëvendosja nëse nuk e kam dëgjuar gabim. Vllazrovci thotë që unë jam PDK, nuk ka kush më lëviz për PDK-s, apo thoni që është u shku ka vetëvendosja, ka pas bashkëpunim me ta sepse zyrtarisht nuk ka pas përpara bashkëpunimi, madje vetëvendosja ka pas kandidate të vetën për Drenas.
E para se ndoshta edhe te pyetja e parë, nuk kam kurfar kontakte as komunikime vetëvendosin e thash, nuk pres kurfar kërkese, po e them përmes juve këtë dërgon kërkesën se për këtë çështje as që diskutojmë me Albin Kurtin çfarë do lloj qeverie, në çfarë do lloj opsioni. Domthonë kjo është e qartë, ju dini prej datës 10 shkurt, në këtë sallë ka thonë Bedri Hamza si kandidati jonë për kryeministër dhe qëndrimet tona janë konsistente. E dyta, kuptimin elektoral matematikur ju mund ta analizoni edhe vetë. Vetëvendosja ka met në 1000 vota, Ndrena si ka pas 4000 plus bashkë me një iniciativë shtetare që këtë herë ka ngaru bashkë. Ai numri votave nuk ka shku te Petrit Hajdari, po besoj që është zoti Ladrovci. Unë nuk thash që kanë pas marrëveshje ose jo, por kjo është ajo që ka ndodhur. Nuk besoj që qytetarët e Drenasit as let mundën me shku në vetëvendosje, ata na kanë nderu prej që është themelu Partia Demokratike e Kosovës, duke na dhënë besimin edhe votën, edhe zgjedhjet e kaluara ka qenë komuna e dytë mas Prishtinës, me numrin më të madh votave për Partinë Demokratike të Kosovës dhe unë do të punoj me ata qytetarë edhe në zgjedhjet që po na presin për ta dhënë besimin tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila Ndrenas udhëhiqet nga Petrit Hajdari dhe që ka legitimitetin statutar të Partisë Demokratike të Kosovës këtu në qendër. Juve ju falenderit shumë edhe uroj që keni pak mundësi me pushu para balotazhit dhe para zgjedhjeve tjera që po besoj na presin. Çdo të mirë.